Sot do përgatisim bageta me tharm. Bashkojmë ujin bashkë me mielin. Do të na duhen 280 ml ujë të vakët, jo i thot. Tu kemi mielin dhe ujin, do t'i përsejmë së bashku. Do ta mbulojmë me një peshqir dhe e lëm për gjysmë ore të qetësohet. Na duhen 80 gram tharm. Kanë kaluar 2 orë dhe tani do punojmë brumin. Pasi kemi bërë palosjen finale të brumit, do krijojmë bagetat.